Në shumë njerëz që më shkruani, bisedojmë ose bëjmë terapitë në individ, akoma dhe në grupe, nga përvoja ime si terapiste, ka shumë njerëz që janë në një marrëdhënie dhe nuk mundet të ikin ose të vënë kufij sepse kanë atë frikën e izolimit. Atë frikën që është e trashëguar nga të gjitha brezat tona më parë nga paraardhësit, nga nënat, baballarët, gjyshës të gjyshë dhe më thella akoma. Si mund të ta shrojmë këtë? Që të dalësh nga kjo frikë, duhet të bësh diçka tjetër nga ajo që ke bërë deri tani. Edhe unë kam qenë në këtë frikën e izolimit, frikën që të vej kufi, sepse është e trashëguar në ADN-n tonë. Prandaj mos u mërzit pse ti nuk mund të bësh një përpara, por përqëndrohu në zgjidhjen, jo tek problemi. Dhe për këtë, një nga zgjidhjet më të bukura, më të lehta që mund ta bësh edhe ti, është libri i Simboli i Mrekullive. Këtë libër, Simboli i Mrekullive, është një metodë dëshërimi që të ndihmon të lirohesh nga 83 madra që do t'ju çlirojnë nga fobit që janë të më në thellësi të trupit tënd, nga traumat e ndryshme, dhe këto janë trashëgimi. Këtë libër mund ta gjesh në të gjitha libraritë në Shqipëri, nëse kërkon, në Tiranë nga botimet Living. Dhe që shikoni këtu them që ka zgjidhje në çdo çështje nëse jemi gati për këtë. Për të gjitha këto, jam Erita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, trajner dhe mësuese e zhvillimit personal dhe i zgjimit shoqëror. Mundet gjithashtu të bëjmë terapi në individ, akoma dhe në grupe. Për të gjithë ju që gjendeni në Kosovë dhe jashtë Kosovës në tërë botën, mund ta kërkoni nga botimet Living, kurse juve të Kosovës mund ta gjeni në Kosovë, në Prishtinë, tek Nën Tereza, të bulevardi Nën Tereza, tek libraritë atje. Atëre, në qoftë se do të punosh për liri nga frika prej izolimit, që nuk mund të largohesh dot, por dhe nga çdo lloj izolimi tjetër, do t'ju këshilloja të merrni librin, ose ju që keni marrë, është tek faqja 90. Faqja 90 dhe është madra 40. Dhe mbi të gjitha shikoni ta kini librin, dhe për më tepër më shkruani, po në qoftë se doni ju që se keni marrë librin dhe derisa ta merrni librin të filloni të punoni, që të bëjmë një video tjetër duke ja u lexuar çfarë thuhet në kjo madër dhe të filloni punën tuaj 21 ditore. Për më tepër ju ftoj të vini në Tiranë në datën 14 nëntor. Do kemi terapi në grupe, dhe në qoftë se do terapi nga afër në individ, mund të më shkruar se do jem në Tiranë nga data 12 deri në 18 nëntor. Kurse për ju të tjerët do ngjindem në Kosovë, në Prizren dhe Gjakovë, më kërkoni vendodhjen ku do jem në datën 28 dhe 29 do jem atje, por në datën 29 kemi grup terapi të sistemit përfaqësik transformik 333. Çfarë është ky sistem? Çfarë mund të bëni ju duke ardhur atje, vetëm duke qëndruar, se duke bërë një temë të vogël apo të madhe? Shikoni videot e tjera që flas çfarë është sistemi përfaqësik, ose më tepër mund të komunikoni me mua tek telefoni 00 30 699 321 46 37 në Viber, Telegram ose në WhatsApp me mesazhe, dhe pastaj mund të mbyllim takim që të flasim për më tepër. Mos harro se në çdo problem ka zgjidhje, por duhet të bëjmë diçka ndryshe nga ato që kemi bërë deri tani.